Atëherë përshëndetje, më dëgjoni? Dëgjohem unë? Po të gjojnë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë dhe të keni pasur një javë sa më të mbarë të gjithë. Siç e dini, sot është seanca e fundit që neve do të bëjmë në trajnimin juridik përballë gjykatave dhe institucioneve. Seancën e sotme, ashtu siç kemi folur dhe herën e kaluar, do të trajtojmë memon dhe kërkesën, kryesisht kërkesën për informacion, duke qenë se kërkesa për informacion është një instrument i cili mund të përdoret qoftë nga avokatët, juristët apo qoftë edhe nga individët e thjeshtë kur duan të drejtojnë një institucioni. Pastaj në pjesën e dytë, sot kam përshtypjen do mbarojmë pak më herët. Në pjesën e dytë nuk do bëjmë një pushim të shkurtër siç bëjmë gjithmonë. Do të shikojmë pak, siç e dini, unë kisha lënë një detyrë në thonjza për kazusin që trajtuam herën e kaluar, që të përgatisni një kërkesë padi, një deklaratë mbrojtje dhe një kërkesë me ndërhyrje kryesore. Megjithatë, mua më ka ardhur materiali vetëm nga një vajzë dhe do ta shikojmë pak më vonë se si ajo e ka argumentuar dhe ndërtuar kërkesëpadin për kazusin që ne diskutuam, dhe do doja që në pjesën që do diskutojmë kërkesëpadin, do doja të kisha pak pjesëmarrje nga ana juaj dhe të japim të gjithë mendime se çfarë mund të ishte bërë më ndryshe, çfarë elementesh të tjerë mund të kishte parashikuar në kërkesëpadi dhe në deklaratën e mbrojtjes. Siç e dini, për memon dhe për kazusin, unë kam si dhe draftet, ashtu si në çdo seancë tjetër. I për mos humbur kohë, mund të them t'ja nis. Unë në fakt nuk isha bërë në plan që t'ju sjellja një prezantim thonjza sot, megjithatë e përgatita një prezantim të shkurtër, qoftë që edhe ju ta keni si material nesër pas nesër për të orientuar në lidhje me çfarë do trajtojmë sot. Dhe them që sot do flasim për memot dhe kërkesat, sidomos kërkesën për informacion. Tani memo. Çfarë është memo? Memo është një dokument që prodhohet, draftohet, konceptohet nga një jurist apo avokat për qëllime të ndryshme. Një ndër qëllimet mund të jetë përdorimi brenda zyrës ligjore ku ai ushtron aktivitetin e tij. Mund të jetë për t'u ndarë me klientët apo me palët e treta. Dhe çfarë përfshin memo ose cili është qëllimi i memos? Memo përfshin një analizë të përgjithshme të një çështje ose problematike ligjore, hapat, procedurat që duhet të ndiqen për zgjidhjen e saj dhe konkluzionet. Unë sa herë që më është dashur të draftoj një memo në praktik dhe ju them që më është dashur shpesh herë, sepse domos kur punon në zyra ligjore të mëdha, ku ju jeni thjesht një asociat ose një avokat, do t'ju vi një çështje për shembull. Dhe këtë çështje juve do duhet që t'ia transmetoni avokatit në rast se jeni në rolin e asistentit apo partnerit, në rast se është një çështje e rëndësishme që do trajtohet nga partneri i zyrës. Dhe normalisht juve do duhet të bëni një analizë të gjithë këtij kazusi që ka ardhur, i dërgoni këtë material më pas personit që do të bëjë ndjekjen gjyqësore le të themi të tij, apo dhe brenda kompanive. Për shembull, po ju marr një rast. Në rast se ju punoni në një kompani tregtare, në periudhën kur ndodhi gjendja e jashtëzakonshme e Covidit, normalisht e prorët tuaj apo CEO-t e kompanisë donin të informoheshin mbi të gjitha parashikimet ligjore që ishin në fuqi në atë periudhë për pjesën e Covidit, cilat janë masat e detyrueshme, po themi, për biznesin që duhet merrte, çfarë hapash konkrete duhet merrte biznesi, dhe ky informim, le të themi, për administratorin e shoqërisë, që mund të bëjë nga juristi në këtë rast, bëj përmes një memoje, apo dhe problematika të ndryshme, për shembull, në rast se biznesi juaj, këtë po e them thjesht që ju të kuptoni përdorimin e memos, rastet kur përdoret memo. Po flasim nëse biznesi juaj do që të zgjerojë fushën e tij të veprimtarisë në një lloj të caktuar aktiviteti. E flasim, po themi kemi një kompani që merret me pjesën e tregtimit të artikujve të ndryshëm dhe do ta zgjerojë në pjesën e shitjeve online ose në pjesën e tregtimit të disa artikujve të tjerë për të cilët mund të nevojitet licencë. Dhe do t'ju drejtohet ju si jurist apo si zyrë ligjore që ju mund të jeni avokati i vetëm në zyrën tuaj dhe do të thotë në rastin konkret, unë dua të bëj këtë veprim, pra dua të zgjeroj aktivitetin e shoqërisë që unë kam. Cilat janë parashikimet ligjore për këtë, çfarë hapash duhet të ndërmarr konkretisht, çfarë lejesh apo licencës më nevojiten, cilat janë hapat konkret që unë duhet të bëj për t'i marrë këto. Të gjitha këto, pra informimi që ju bën në lidhje me një çështje apo një problematikë ligjore, në situata të ndryshme, bëhet përmes një memoje ligjore. Tani për të draftuar një memo ligjore, metoda që unë përdor është metoda IRAC. Megjithatë, po të klikoni në internet, ka dhe metoda të tjera, të cilat
pak a shumë rrotullohen le të themi brenda të njëjtit koncept, por mund të jenë të strukturuara ndryshe. Çfarë thot metoda Irak? Metoda Irak në fakt është një metodë shumë e mirë në gjykimin tim, e cila sidomos për profesionin ligjor është shumë mirë aplikueshme dhe që arrin të japi le të themi atë qartësinë dhe gjithë përfshirjen që duhet të ketë një dokument ligjor. Çfarë përfshin metoda Irak? Kur flas për metodën Irak që të jemi qartë, do thotë metoda Irak është mënyra se si juve duhet të strukturoni informacionin dhe cili është informacioni le të themi i domosdoshëm që ju duhet të jepni në një memo. Metoda Irak, për nga vetë shkurtimi që është bërë, IA që do thotë issue, pra çështja. Fillimisht ju duhet të trajtoni çështjen për të cilën jeni thirrur apo ju është kërkuar të trajtoni një memo, të draftoni një memo. Pastaj është R, që do thotë relevant law, pas ka marrë edhe relevant law, që do thotë rregulli ose le të themi në rastin e juristit legjislacioni konkret që aplikohet në rastin tuaj. Apply to the facts, që do thotë aplikimi ose analiza. Dhe conclusion. Po ta shikoni, kjo pak a shumë është ngjashme edhe me mënyrën si ne draftojmë dokumentacione të tjera ligjore, si është kërkesë padija apo ankimi apo gjitha këto, sepse kjo është mënyra më e qartë në gjykimin tim dhe më e mirë për të zgjidhur një problematikë ligjore në aspektin për të dhënë të gjitha elementet e domosdoshëm që mund të përfshin një analizë ligjore. Po ti marrim me radhë. Tek pjesa e çështjes issue, pa merak sepse unë do t'ju tregoj dhe shembull konkret me kazusin që morëm herën e kaluar, pra se si mund të bëj analiza atij kazusi nëse ai do ishte një rast konkret që ju do kishit dhe për cilin do t'ju kërkoj të bëni analizën e tij, por do t'ju tregoj edhe në draftin që ju kam sjell se si duhet që ju ta strukturoni informacionin në një memo. Pra kemi çështjen, dhe është përcaktimi i qartë i çështjes dhe i problematikës tuaj ligjore. Në raste kemi le të themi të bëjmë me punësimin e punonjësve të huaj, po flasim kompania juaj do të punsoj punonjës të huaj. Çështja konkrete do të ishte cilat janë hapat, dokumentat dhe procedurat ligjore që duhet të ndiqen për punësimin e vetëm falni sepse sot më duhet t'ju bëj unë admit. Okej, përcaktimi pra i qartë i çështjes së problematikës ligjore konkrete. Kemi relevant law, ligji i aplikueshëm. Në rast se flasim, po marr po të njëjtin shembull, në rast se flasim për shembull për punësimin e punonjësve tuaj, cili do të ishte legjislacioni i domosdoshëm tek i cili ju do duhet të referoheni për të le të themi për të evidentuar dokumentacionin dhe procedurën e nevojshme që duhet të ndiqet. Pra, po them, kemi ligjin për të huajt, kemi VKM-n për përcaktimin e kushteve për qëndrimin dhe kalimin e të huajve në territorin e Shqipërisë, kemi kodin e punës, gjithmonë sepse flasim për çështjen e punësimit, kemi ligjin për inspektoriatin, pra të gjithë legjislacionin e aplikueshëm për çështjen apo problematikën tuaj ligjore. Apply to the facts. Është analiza ligjore, ku bëhet ndërthurja e parashikimeve të ligjit me rrethanat konkrete të çështjes. Kjo është e njëjta gjë me ato që neve kemi trajtuar edhe në kërkesë padije apo në ankimin administrativ. Pra pjesa e argumentimit ligjor, se si parashikimet ligjore aplikohen në rastin ton konkret. Pra po marrim për shembull kemi një rast tek ligji për të huaj që parashikon që në mënyrë që një individi huaj, qoftë ai për arsye punësimi apo për arsye le të themi vizite në Shqipëri, ka nevojë për një ftesë dhe ju do të citoni që ligji për të huajt neni kaq, pika kaq parashikon që duhet ftesa, pra në rastin konkret do duhet që nga ana e shoqërisë lëshohet një ftesë e cila duhet përmbaj 1, 2, 3 element. Pra, kjo ndërthurja që kemi folur gjithmonë se si aplikohet legjislacioni në rastin ton konkret. Dhe konkluzioni pra zgjidhja. Konkluzioni jo domosdoshmërisht duhet të ketë një zgjidhje le të themi konkrete, sepse çështjet mund të jenë nga më të ndryshmet. Konkluzioni do të ishte që procedurat që duhen ndjekur janë 1, 2, 3, dokumentacioni i nevojshëm është 1, 2, 3, hapat që ne duhet të ndjekim janë 1, 2, 3, afati brenda të cilit neve mund të marrim një përgjigje në rast se na është le të themi refuzuar apo miratuar viza për të huajtur është ky afat. Pra, kjo është konkluzioni i përgjithshëm që ju do të nxjerrni. Më të jemi qartë deri këtu sepse nuk e di sa nga ju në fakt e kanë hasur ndonjëherë këtë analizën e Irakut, edhe është një analizë që në universitetet e huaja të paktën juridiku është shumë e aplikueshme dhe është metoda që ndjekin studentët në Harvard apo edhe në universitete të tjera për të bërë analizën ligjore të çështjeve të ndryshme.
Ju kam sjellë edhe në versionin në anglisht që tregon se si duhet bërë, pra identify and state the legal issue presented by the fact scenario. Diku te 2-3 fjali po themi. Rule state define the legal principle that applies to the issue, pra defino dhe përcakto legjislacionin konkret që aplikohet në çështjen tuaj. Analysis discuss how the legal principle relates to the fact scenario, pra se si le të themi legjislacioni aplikohet në rastin tuaj. Dhe kjo duhet jetë pjesa më saktë më e gjatë dhe aty ku duhet bërë analiza më e qartë, ashtu siç ndodhet edhe me aktet e tjera ligjore, që pjesa e argumentimit ligjor është pjesa kryesore dhe më e rëndësishme. The conclusion, state your conclusion based on your analysis. Edhe kjo nuk duhet të jetë shumë e gjatë, 2-3 fjali. Megjithatë keni parasysh që kur thot 1-2 fjali këtu ose 2-3 fjali nuk është se këto janë taksative, thjesht kjo është për të pasur një ide se sa që fakti që hyrja dhe konkluzioni nuk duhet të jenë shumë të gjata dhe përgjithsisht fokusi juaj duhet të jetë pjesa e legjislacionit, pra të gjeni legjislacionin e posaçëm që aplikohet dhe të bëni analizën ligjore. Në pjesa e analizës Irak, unë realisht do të sugjeroja të gjithëve që përveç sa ne po shikojmë bashkë sot, sepse normalisht unë nuk mund të sjell dot materiale shumë të gjata, edhe sepse unë mbet vëmendja, po edhe sepse kemi gjëra të tjera për të trajtuar. Kur ta përfundojmë seancën sot, për kuriozitetin tuaj, edhe le të themi në benefitin tuaj, do të sugjeroj ta klikonit në internet dhe të shikonit se si unë do t'ju tregoj tash ju kam sjellë edhe analizën e kazusit të herës kaluar, pak a shumë se si është, si bëhet në praktikë. Megjithatë kjo do t'ju ndihmoj shumë të gjithë ju që jeni jurist apo avokat apo student të drejtësisë, që të arrini në momentin që do bëni një kërkesëpadi, në momentin që do bëni një analizë ligjore apo një dokument ligjor, le të themi, që ju të strukturoni sa më mirë edhe që dokumenti që ju do prodhoni të jetë sa më i qartë për të arritur qëllimin që ju e destinoni atë. Nuk e di, ka ndonjë pyetje te pjesa e analizës Irak? Sepse thash sot do të trajtojmë edhe kërkesën për informacion dhe pastaj do shikojmë edhe kërkesëpadin që na ka sjellë njëra për 5 marsve. Njëra nga vajzat që është këtu po pyet nëse metoda përdoret në Shqipëri. Në fakt po. Unë këtë metodën unë kam mësuar që në bachelor, sepse pedagogët që unë kam pasur kanë qenë të studiuar jashtë dhe na e kanë mësuar që në fillime që kjo është metoda që duhet përdorur për të bërë një analizë ligjore. Kjo thash nuk është taksative, sepse po të hyni dhe të googloni, do të shikoni që ka edhe metoda të tjera, madje apo patëm pak kohë në fund të seancës do ta shikojmë edhe bashkë, do të shikojmë 2-3 metoda të tjera. Dhe këto janë metodë që fatkeqësisht në shumicën e universiteteve nuk është se ju mëson njëri studentëve dhe i mësuar të marrim shablon, le të themi se si ndërtohet, po flasim një dokument ligjor, po flasim kërkesëpadia, po në vetvete po të bëni analizën e shikoni që pikërisht kjo metoda Irak është që aplikohet. Pra në fillim neve flasim për referatet e çështjes, pastaj neve flasim për argumentin ligjor dhe pastaj kemi konkluzionin. Pra kjo është një metodë çdo që merret me profesionin e juristit do ta ndihmoj shumë që të jetë i saktë dhe preciz në mënyrën se si ai e bën argumentimin e tij, se si i prezanton faktet, se këtë e bëni edhe me veten tuaj në momentin që keni një çështje ligjore dhe le të themi jeni avokat. Ju ka ardhur një klient me një problematikë të caktuar. Ju për të përcaktuar le të themi hapat që do ndiqni apo le të themi rrugën ligjore që do të ndiqni në gjykatë me çështje konkrete, edhe me veten tuaj mund ta bëni këtë. Pra, ju ka ardhur klienti, siç e dini shpeshherë në praktikë klientët që vinë në përzyra ligjore apo edhe në kompani në fakt, sepse nuk është e thënë që administratori do ketë se s'bën formim juridik apo do t'ju prezantoj një çështje dhe kur ju vjen klienti ju vjen dhe ju tregon historinë e tij siç e ka apo historinë e jetës apo shumë të shpërndar, informacioni është shpeshherë i hallakatur, jo konciz, jo perfekt siç do ta kishte një avokat. Dhe detyra juaj si avokat apo si jurist është që juve pikërisht të identifikoni çështjen, pra cili është problemi konkret që ju do të ndiqni në gjykatë për rastin konkret. Pra çfarë do kërkoni juve nga gjykata? Dhe kjo është pikërisht ajo, identify the issue. Juve keni identifikuar problematikën që ekziston. Pastaj kemi pjesën e rule, legjislacioni. Pra keni përcaktuar le të themi legjislacion, po marr kazusin konkret që kishim. Kishim pavjeshmërinë e kontratës. E dim tashmë që pala pretendon që kontrata që ai ka lidhur, sepse ai do të thotë që unë e kam lidhur kontratën kështu, nuk isha i vetëdijshëm, ju do të përcaktoni që pala dëshiron që të pretendoni gjykat pavjeshmërinë e veprimit juridik kontratës.
Dhe do të përcaktoni legjislacionin, pra do thoni cili është legjislacioni i aplikueshëm në këtë rast. E dim që është Kodi Civil. Cilat dispozitat e Kodit Civil janë dispozitat që referohen kontratave, janë dispozitat që referohen marrëveshjes relative dhe absolute, mund të jenë dispozitat që lidhen me regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Të gjitha këto ju i përdorni për veten tuaj, edhe në rast se nuk ju kërkohet le të themi që të dorëzoni një dokument caktuar me metodën IRAK. Këto i bëni thjesht për veten tuaj që ju të identifikoni çështjen në tërësi, të bëni një analizë para se të filloni të draftoni kërkesë padin apo çdo lloj akti tjetër që do jetë i nevojshëm. Analysis, pastaj do bëni analizën e çështjes. Pra, kemi identifikuar le të themi që legjislacioni i aplikueshëm janë nenet e pavlefshmërisë. Pastaj do thoni, në rasti konkret, po flasim është bërë në kushtet e mashtrimit. Si aplikohet? Neni konkret thotë që veprimi juridik i kryen në kushtet e mashtrimit, në rast se pala nuk do të ishte gjendur në kushtet e mashtrimit, nuk do ta kishte kryer atë. Ju do të bëni analizën me rastin tuaj konkret. Pa do thoni që palës i është thënë kjo gënjeshtër, i është premtuar kjo gjë, i është bërë ky premtim apo kanë qenë këto rrethana që ka krijuar pala tjetër për ta mashtruar. Dhe prandaj kjo dispozita apo ky nen konkret aplikohet në rastin tonë. Dhe konkluzioni do thoni që okay, unë ndërtova le të themi çështjen në mendjen time, se si unë do ta ndjek gjyqësisht të çështjen, cilat do të jenë pretendimet e mia në kërkesë padi, cilat do të jenë ato elementë që unë duhet të citoj patjetër. Dhe konkluzioni bazuar në këtë, normalisht juve kjo është një hipotezë që bëni me veten tuaj kur e merrni një çështje, sepse është gjykata ajo që jep vendimin, dhe dilni në konkluzionin që po, mundet që këtë çështje, duke përdorur këtë argument, aq të dhëna se ju keni fillimisht, sepse normalisht në një proces gjyqësor panorama e plot krijohet në momentin që pala tjetër sjell deklaratën e mbrojtjes, që dhe ju shikoni mbrojtjen e saj dhe prova që ajo ka paraqitur. Uroj të kemi qenë qartë për metodën IRAK, edhe ju asiguroj që do t'ju ndihmoj shumë juve që jeni të profesionit ligjor, dhe do ta hasni në jetë. Momentin e parë kur neve na e ka thënë metodën IRAK, asnjëri nga ne nuk e dinte, të them të drejtën, por pastaj, siç e thash, rrallë herë bëhet edhe rrallë janë ato pedagogë që e mësojnë. Dhe kur kemi vajtur, unë masterin e kam bërë një shkollë në një universitet tjetër nga ai që kam bërë bachelorit, dhe kur njëri nga pedagogët atje tha që përdorni metodën IRAK, unë ndjem shumë mirë që e dinim, neve që ishim 2-3 veta që kishim mbaruar një njëjti universitet bachelorit, sepse realisht është një gjë që do ta hasni një moment në jetë, do ndjeni mirë kur ta dini dhe do ndjeni mirë sepse do ju ndihmoj shumë në punën tuaj. Tani, besoj nuk ka ndonjë pyetje me këtë për pjesën e analizës IRAK, u thash kur të mbarojmë pak edhe analizën e kërkesë paditës deklaratës mbrojtjes që na kanë sjell njëra nga pjesëmarrësit, do të futemi pak në internet që t'ju tregoj edhe një metodë tjetër që edhe ajo është e ngjashme me IRAK, thjesht ka një strukturim ndryshe le të themi të mënyrës se si bëhet analiza apo si prezantohet. Tani do të shikojmë edhe memon, unë ju kam sjellë edhe një format se si bëhet memo, ju kam sjellë edhe një format për kërkesën për informacion. Megjithatë, para se të kaloj te formatet, thjesht një prezantim shumë të shkurtër të pjesës së drejtës informimit, që të jemi konciz dhe konkret për atë çfarë ne do pretendojmë me kërkesën për informacion. Tani siç e dini, neve kemi ligjin për drejtën e informimit dhe kemi edhe një institucion të posaçëm që është Komisioneri për drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Çdo individ gëzon të drejtën e informimit publik, pa qenë e nevojshme që të shpjegoj arsyet. Pra, veprimtaria që kryejnë organet publike, pjesa më e madhe e veprimtarisë që ato kryejnë duhet të jetë publike dhe çdo individ, çdo qytetar ka të drejtën që të informohet në lidhje me veprimtarinë publike që ushtrojnë organet publike, mënyrën si ato menaxhojnë fondet e tyre, mënyrën se si ato le të themi kryejnë procedura të ndryshme, tenderimi apo procedura që kanë të bëjnë me menaxhimin e buxhetit. Dhe çdo qytetar mund të drejtohet institucioneve për të kërkuar informacion. Dhe institucioni në çdo rast është i detyruar që ta japë këtë informacion me përjashtim të disa rasteve që lidhen kryesisht keni edhe tek ligji për informimin, për drejtën e informimit, por raste që lidhen kryesisht me sekretin shtetëror, me sekretin tregtar, raste që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale të individëve të tjerë, palëve të treta, dhe normalisht ju që të merrni një informacion të caktuar, kërkesën për informacion, thjesht ta them si parantezë këtë, kërkesën për informacion
ju nuk është thënë ta paraqisni vetëm për pjesën e informacionit publik. Ju mund të paraqisni kërkesë për informacion edhe në lidhje me një procedurë që juve keni iniciuar, edhe i bëni një kërkesë institucionit duke i thënë që në cilën fazë ndodhet, nuk kam bërë share. Pse nuk është se thjesht po ju bëjmë share screen se nuk e kisha bërë. Megjithatë nuk ka problem sepse po e kaloj pak edhe te pjesa e Irakut atëherë, meqense juve nuk e paseni parë. Nuk e di pse nuk që nga bërë. Tani e shikoni materialin? Më konfirmon dot ndonjëri, e shikoni materialin? Po, tani shikohet. Po pse nuk më thatë asnjëri që nuk po e shikoni? Se unë gjithmonë me idenë që ju po e shikoni, megjithatë nuk është se kishte shumë material, 2 slide janë për pjesën e Irakut, edhe do ta shikoni edhe kur t'ua dërgoj në WhatsApp materialet. Atëherë po flisim për të drejtën e informimit dhe po thonë që çdo qytetar ka të drejtën që t'i drejtohet institucioneve për të marrë një informacion caktuar, informacion publik, gjithmonë pa cënuar ato elementet që ligji i parashikon si të pacënueshëm dhe që i parashikon si shkaqe për të cilat institucioni mund të refuzojë dhënien e informacionit. Dhe thamë që janë ato shkaqe që lidhen me sekretin tregtar, me sekretin shtetëror, me të dhënat personale dhe palëve të treta. Keni parasysh që çdo institucion ka detyrimin për ta dhënë informacionin dhe madje në rastet kur institucionet nuk e japin informacionin, parashikohen dhe gjoba për institucionet dhe titullarët e tyre. Do t'i shikoj pak më poshtë. Informacioni që i është dhënë një personi, do të thënë, institucionet kanë detyrimin që të kenë edhe parimin e barazisë, pra në rastin një informacion caktuar, ato ja kanë dhënë një individi të caktuar, i cili nuk ka qenë, le të themi, nuk është një informacion që lidhet drejt për drejt me individin edhe me që përmban të dhëna personale të tij. Le të themi informacion për një tender publik. Ju i drejtoni bashkisë dhe i thoni është bërë tenderi për rrugën në Furrila po flasim. Cilat janë zërat e këtij tenderi? Pra, si është fituar procedura, cilët kanë qenë konkurrencët dhe gjithë këto janë informacione të cilat ju mund t'i kërkoni. Dhe në rast se institucioni këto informacione ja ka dhënë një qytetari më parë, nuk mundet t'ua refuzojë juve më pas. Gjithmonë flasim kur nuk ka të bëjë me të dhëna personale të atij qytetari. Pra nëse një qytetar është drejtuar për të marrë informacion në lidhje me një procedurë që ka iniciuar, pra një kërkesë që ai ka bërë për të pajisur me një leje caktuar apo dokument caktuar, dhe atij është dhënë ky informacion, nuk mund ta kërkoni dhe ju, sepse ju mund t'ju refuzohet për shkaqe që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale të personit tjetër. Tani, si bëhet kërkesa për informacion? Dhe çfarë duhet përmbajë ajo? Kërkesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet ose dorazi ose me postë elektronike. Normalisht duhet të jetë i përcaktuar qartë identiteti i kërkuesit dhe në shkrimin e tij. Çdo institucion keni parasysh që ka një regjistër kërkesash dhe përgjigjesh. Dhe në momentin që ju depozitoni një kërkesë pra një institucioni, ai është i detyruar që ta regjistrojë këtë kërkesë në regjistrin e posaçëm që ai ka. Dhe i caktohet një numër rëndor, këto janë pjesë që juve interesojnë për efekt ndjekjeje në vijim të kërkesës suaj pra. Ju jepet një numër rëndor dhe juve me këtë numrin pastaj mund të shkoni dhe të kërkoni informacion çfarë u bë me kërkesën time po flasim. Dhe elementet e domosdoshme që duhet përmbajë kërkesa janë emri mbi emrin e kërkuesit, adresa postare ose elektronike ku dërgohet informacioni, përshkrimi i informacionit që kërkohet, dhe formatin në cilin preferohet informacioni, pra nëse juve e dëshironi t'ju jepet shkresërisht, nëse e dëshironi t'ju jepet me email, gjithmonë keni parasysh që në rast se kërkoni që një informacion t'ju jepet me email, duhet që në kërkesën që ju paraqisni të keni edhe emailin tuaj se ku ju do doni të merrni njoftimet në lidhje me këtë informacion që kërkoni. Hapat, çfarë ndodh në rast se kërkesa që ju keni paraqitur është pa plot? Në rast se kërkesa juaj është pa plot dhe pa qartë, atëherë institucioni brenda 44 orëve duhet ju kontaktoj dhe t'ju kërkoj që të bëni sqarimet përkatëse ose plotësimet. Në çdo rast, nëse pas shqyrtimit të kërkesës autoriteti publik, le të themi, konstaton se ai nuk është autoriteti i përgjegjës për ta dhënë këtë informacion sepse ai nuk e ka këtë informacion. Ai brenda 10 ditëve kalendarike duhet t'ia dorëzojë kërkesën tuaj institucionit kompetent për këtë, për të dhënë këtë informacion, sepse ai është institucion, le të themi, që ka të drejtën, apo dhe është ai vetëm institucioni që e ka këtë informacion që ju kërkoni. Normalisht autoriteti publik i cili është drejtuar kërkesa për informacion njofton dhe kërkuesin që kërkesa e tij tashmë i është deleguar një autoriteti tjetër dhe informon atë për kontaktet e autoritetit ku ai duhet paraqitet për të marrë informacion në lidhje me vjushmërinë e kërkesës së tij. Cilat janë afatet? Keni parasysh? Në fakt kjo mund të duket shumë, le të themi, abstrakte si tematikë, por është
shumë aplikueshme në përditshmëri, sidomos nëse do punoni nëpër zyra ligjore, sepse shpesh herë do t'ju duhet që për të ndërtuar një çështje ligjore dhe për të ndërtuar dosjen tuaj për ta dërguar në gjykatë, do t'ju jetë e nevojshme që juve të merrni informacion, të merrni dokumenta të ndryshme, të kërkoni dokumenta të ndryshme nga institucione në mënyrë që të paraqesin si prova dhe gjitha këto. Edhe normalisht të gjitha këto bëhen përmes kërkesave në institucione. Unë kam folur për kërkesën, po flasim për kërkesën për informacion, megjithatë standardi i formatit që unë kam sjellë është një kërkesë standard ose format që mund të përdoret për të gjitha llojet e kërkesave që juve dëshironi të paraqesni para institucioneve. Keni parasysh që në çdo institucion është detyrim ligjor tashmë që të ketë një koordinator për të drejtën e informimit. Dhe në websajtet zyrtare të institucioneve, po flasim për shembull Bashkia Durrës, nëse jemi në Durrës, në websajtet zyrtare duhet të jenë të afishuara edhe të dhënat e koordinatorit, sepse ai është personi i cili ju do të drejtoheni le të themi për marrjen e këtij informacioni. Në moment që ju depozitoni një kërkesë për marrjen e një informacioni të caktuar, atëherë jo më shumë se 10 ditë pune duhet që informacioni juve t'ju jepet, pra nëpërmjet një shkrese apo nëpërmjet emailit, në varësi se si ju e keni kërkuar atë. Pra afati për dhënien e këtij informacioni është 10 ditë pune. Megjithatë, keni parasysh që në ligjet e posaçme mund të jetë edhe një afat tjetër, sepse në varësi se sa kohë mund të dojë informacioni për të gjeneruar. Kur autoriteti publik që merr kërkesën për informacion ja dërgon atë një autoriteti tjetër, pra në rastin kur juve le të themi e keni dërguar kërkesën gabimisht në një institucion i cili nuk e ka këtë informacion, atëherë brenda 15 ditëve nga mbërritja e kërkesës të autoriteti i parë, ku ju e keni çuar gabimisht, do të jetë afati brenda të cilës ju duhet të merrni këtë informacion. Afatet për dhënien e informacionit mund të zgjaten, por jo më shumë se 5 ditë pune, për shkaqe që lidhen me nevojën për të shqyrtuar dokumenta shumë voluminoze, nevojën për të shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga qendra e autoritetit, nevoja për të konsultuar me autoritetet e tjera dhe shkaqe të tjera që janë të arsyeshme dhe që janë objektive për të cilat autoriteti nuk mund ta përmbushë këtë afat, po themi 10 ditor. Në rast më të trajtimit të kërkesës për informacion brenda afateve të sipërpërmendura, atëherë kemi të bëjmë me një refuzim. Pra çfarë ndodh? Juve jeni drejtuar Bashkisë Durrës për një informacion caktuar që juve keni nevojë. Dhe bashkia nuk është se ju ka kthyer një përgjigje as për ta konfirmuar të informacion pra për t'ua dhënë, por as për të refuzuar dhënien e tij bazuar në shkaqe që parashikon ligji, që siç u thash janë ato shkaqe që lidhen me sekreti shtetror, tregtar, vërtet dhënave personale dhe shkaqe të tjera të listuara. Pra ju nuk keni asnjë informacion që është edhe rast që ndodh në praktikë, domethënë që megjithatë kohët e fundit janë edhe institucionet janë goxha më sensitive në lidhje me këtë çështje, sepse siç thash parashikohen dhe gjoba në rast se juve ju refuzohet pa shkak një informacion apo nuk ju jepet fare informacioni, kështu që përgjithsisht le të themi i ndjekin këto afate të përcaktuara në ligj. Por çfarë ndodh në rast se juve ju refuzohet pa asnjë lloj shkaku informacioni apo nuk ju jepet fare informacion? Keni parasysh, siç thash, që nuk flasim vetëm për informacion publik, por mund të ketë të bëjë edhe me një çështje tuajën personale apo çështje konkrete për cilën ju drejtoni për informacion në lidhje me statusin e kësaj procedure që ju keni iniciuar më parë. Dhe institucioni nuk ju jep më fare informacion se çfarë po ndodh. Ju mund të drejtoni komisionerit për mbrojtjen për drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Le të themi komisioneri në këtë rast bën atë rolin në thonjza të organit tepror që shfryton ankimet dhe ju mund paraqesni një ankim administrativ brenda 30 ditëve. Dhe ky afat 30 ditor fillon nga momenti që ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit ose ka kaluar afati për dhënien e këtij informacioni. Me marrjen e ankesës, normalisht komisioneri ja kalon strukturës që merret me drejtën e informimit dhe verifikohet baza ligjore, shkaqe, le të themi nëse ju keni legjitimitet në rast se ju është refuzuar për arsye objektive dhe le të themi dhe jo pa shkak. Dhe mbasi komisioneri e dërgon të struktura përgjegjëse e cila le të themi shqyrton gjithë të pjesën, informohet, domethënë komisioneri për këtë qëllim mund të kërkojë dhe ankuesit dhe autoritetit publik që të paraqesin parashtrime me shkrim dhe të informohen nga çdo person që apo burim tjetër që është e nevojshme që në mënyrë që komisioneri le të themi të bëjë trajtimin e gjithanshëm për të kuptuar nëse ky informacion duhet ju jepet, ju është refuzuar pa shkak apo organi ka neglizhuar dhe nuk u ka kthyer përgjigje. Dhe vendimi për ankesën tuaj merret brenda 15 ditëve nga ana e komisionerit, pa 15 ditëve nga momenti që juve keni dorëzuar
këtë ankimin për mosdhënien e informacionit apo refuzimin e informacionit pa shkaqe të arsyeshme nga autoritetit publik. Tani di thjesht pak ju tregoja këtë pjesën e Irakut, meqense juve nuk keni arritur do ta shikoni pak më parë. Ja këto pra siç tham pjesa e kemi dhënë në shqip dhe në anglisht e kam bërë. Pjesa e përcaktimit të çështjes, ligjit të aplikueshëm, analiza ligjore dhe konkluzioni. Besoj nuk keni ndonjë pyetje ose keni ndonjë pyetje për pjesën e Irakut apo për pjesën e të drejtës së informimit? Tash kjo pjesa e drejtës së informimit unë thjesht e bëra si parashtesë para se të kalojmë tek kesa në mënyrë që juve ta keni pak a shumë idenë se si funksionon dhe cila është e drejta juaj për t'ju drejtuar institucioneve për marrjen e informacionit caktuar. Kam ndonjë pyetje apo të kaloj të shikojmë pak pjesën e drafteve? Atëherë. Shohim fillimisht memon. Shikoni ju të online-it, do me thënë ju shfaqet në ekran? Shfaqet, okay. Tani, pam që memoja ka përdorime të ndryshme që nga brenda kompanive të mëdha. Më duk sikur foli dikush apo? Ishte thjesht për të konfirmuar mbase faktin që e shikojnë. Okej. Po thoya që duke qenë se ka përdorime të ndryshme, qoftë brenda ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, qoftë për t'ju drejtuar një klienti nëse ju jeni zyrë ligjore dhe ju kontrakton një biznesi huaj, për shembull, që ju t'i jepni të gjithë panoramën ligjore se si mund të hapet një biznes në Shqipëri. Ky është dokumenti që juve përdorni për të bërë analizën e një çështje apo problematike ligjore. Dhe kemi emërtimin që është memo. Tu ju mund të vendosni edhe datën, megjithatë datën në rastet kur unë e kam përdorur, e kam vendosur gjithmonë tu poshtë, gjithmonë duhet vendosur data, keni parasysh. Dhe nga pra cili është personi që po e drafton të memo dhe cili është personi që synon të përçojë këtë informacion që do përfshihet në memo. Keni ju në rastin konkret nga avokati apo në rast se jeni asistent nga asistenti konkret apo nga nëse në rast se jeni pjesë e departamentit ligjor në një kompani tregtare nga departamenti ligjor, drejtuar. Pra kujt i drejtohet kjo memo? I drejtohet një klienti, i drejtohet administratorit të kompanisë suaj, i drejtohet një palë të tretë objekti. Dhe objekti tham do të jetë ajo çështja. Pra neve folim për punësimin e të huajve. Pra objekti do të jetë procedura dhe dokumentacioni i nevojshëm për punësimin e punonjësve të huaj në Shqipëri. Dhe data në të cilën juve e draftoni këtë memo. Data ka rëndësi sepse normalisht baza ligjore mund të ndryshojë mbas disa kohësh edhe mund të mos jetë më relevante dhe memoja që juve keni dërguar. I nderuar gjithmonë këto vendosur në fillim dhe pjesa e Irakut. Unë thjesht e kam lënë kështu që t'ju bëj edhe shpjegimin se si do të jetë, le të themi, strukturimi i informacionit që ju duhet të jepni në një memo. Në pjesën e parë kemi issue, pra çështja. Do të bëhet një përshkrim i çështjes për cilën ju keni përgatitur këtë memo. Tu mund të kemi një problematikë të brendshme të kompanisë, për shembull lidhur me miratimin e një ligji të ri dhe efektet që do ketë ai për biznesin. Mund të kemi të bëjmë me një çështje gjyqësore për cilën do duhet përgatisni analizën për të shkruar nga avokati, mund në rast se ju jeni asistent gjithmonë, mund kemi të bëjmë me dhënien e një konsulencë ligjore ndaj një klienti në lidhje me një çështje të caktuar ligjore. Pra kam përshtypjen se isha e qartë kjo pjesa se çfarë është çështja dhe se si duhet trajtuar çështja. Tham që te pjesa e çështjes nuk duhet të zgjatet shumë, duhet të japim vetëm gjërat kryesore, të cilat neve do trajtojmë përgjithsisht në memo, dhe pastaj do të kalojmë tek pjesa e rule. Rule ose rregulli është legjislacioni i aplikueshëm. Pas pjesës hyrëse që do të parashtrohet çështja ose problematika ligjore objekt memoje, do të bëhet analiza konkrete e legjislacionit të aplikueshëm. Në këtë pjesë ju duhet të listoni dhe analizoni bazën ligjore të aplikueshme në rastin konkret. Në rastin një klienti huaj për shembull ju kërkon konsulencë në lidhje me rregullimin e marrëdhënieve të punës në Shqipëri, atëherë ju duhet të listoni kodin e punës, legjislacionin për kontributet shoqërore shëndetësore, domethënë për ISSH-n, legjislacionin për tatimet, legjislacionin për inspektoratin e punës, pra të gjithë panoramën ligjore që aplikohet në problematikën apo në çështjen tuaj ligjore. Pjesa e analizës duhet përmbajë, e tham edhe pak më parë, ndërthurjen e rrethanave konkrete të çështjes dhe bazën ligjore të sipërcituar. Më falni. Pra ju duhet të bëni në këtë pjesë analizën për të treguar si baza ligjore aplikohet në rastin tuaj, si do të jetë zbatueshme në rastin konkret.
Dhe në pjesën e fundit që do të jepet një konkluzion apo zgjidhje apo quajeni si në varësi të rastit, konkluzioni do të jetë bazuar në analizën që keni bërë më sipër dhe për shembull konkluzion mund të ishte cilat do të ishin rezultatet e mundshme të një çështje ligjore në një rast se ajo do të ndiqej në rrugë gjyqësore, ose cili do të ishte sugjerimi i avokatit, cili do të ishin rrisjet e saj, e trajtuan edhe pak më parë kur po bënin prezantimin se çfarë mund të përmbajë pjesa e konklusioneve, pra mund të përmbajë se cilat janë sugjerimet që jep avokati në rastin konkret, pra konkluzioni për këtë çështje është që të vijojmë me ngritjen e një kërkesë padije dhe një kërkesë për sigurimin e padijës, apo në rast se kemi të bëjmë një problematikë jashtëgjyqësore, le të themi po flisë për punësimin e tuajve, që pra konkludojmë që dokumentacioni i nevojshëm është 1, 2, 3, hapat e nevojshme që duhet ndiqen janë 1, 2, 3. Kjo është pak a shumë struktura që duhet përmbajë një dokument ligjor me analizën e nevojshme që duhet pasur për ta bërë atë sa më të qartë dhe për të arritur qëllimin që ai mund të ketë. Kam përshtypjen është e qartë, por besoj është e qartë pjesa e kësaj, po thjesht për t'ju treguar një, po e hap këtë pjesën e analizës, nuk e pas kam, vetëm një sekond, më falni, lutem, ta shikoj nëse e kam shkarkuar apo jo. Një sekond, një kërkoj ndjes. Thjesht të shkarkoj pak dhe këtë pjesën e analizës për t'ju treguar pak a shumë në praktikë se si. Atëherë ishte çështja që neve morëm herën e kaluar, le të themi. Normalisht kjo është i gjithë kazusi këtu dhe nuk është në formatin e një memoje, po thjesht për ta kuptuar pak a shumë se si funksionon pjesa e strukturimit dhe secilit hap të ndërtimit të një analize ligjore në bazë të metodës Irak. Pra kemi çështjen. Çështja ishte a do të konsiderohet e pavlefshme kontrata e shitjes lidhur ndërmjet A-s dhe B-s, si mundet që e drejta e B-s të ndërkojë në rrjedhën e gjykimit, çfarë duhet pretendojë ai në gjykim për të mbrojtur trashëgiminë, pra të gjitha ato problematika që lindin nga çështja konkrete. Dhe rregulli këtu kemi pastaj të gjithë legjislacionin e aplikueshëm. Dispozitat në favor të paditësit. Janë 1, 2, 3. Keni parasysh që gjithmonë nëse do keni të bëni një çështje gjyqësore, për shembull, tek pjesa e rrull, juve do duhet të përfshini të gjithë legjislacionin e aplikueshëm, qoftë në favorin tuaj apo qoftë në disfavorin e palës që ju përfaqësoni. Dhe kemi legjislacionin në favor të paditësit, legjislacionin në favor të paditurit, dispozitat në favor të ndërhyjësit kryesor, dhe kemi analiza ku përfshihet legjislacioni më sipër si ndërthuar në rasti konkret, pra me anë të kësaj kërkesë padije, të shikoni që janë pikërisht ato dispozitat që vën tekstin të ekzistenca e vullnetit lirë që provohet në këtë rast, pra ndërthurjen e legjislacionit me rrethanat e çështjes konkrete që juve keni. Pastaj kemi pjesën e konkluzionit, pra si do të konsiderohet kontrata, cili mendojmë që ka qenë vullneti i plot i palëve. Nëse jeni, gjithmonë nëse e mbani mend pak kazusin e herës kaluar, megjithatë ne do ta shohim prapë kazusin. Kjo është ideja pak a shumë e mënyrës si bëhet një analizë ligjore nëpërmjet metodës Irak. Tani, normalisht do t'ua kaloj edhe këtë draftin që ta keni për çdo rast. Shohim pak kërkesën për informacion. Tani, te kërkesa për informacion, dua të thoya edhe dy gjëra të tjera. Përgjithsisht të gjitha institucionet shtetërore, në faqen e tyre, institucionet kryesore po flasin, në seksionin e informimit kanë gjithmonë programin e transparencës. E rëndësishme është që në momenti që juve kërkoni një informacion, të siguroni paraprakisht që ky informacion nuk është i uploaduar në programin e transparencës, sepse thamë që institucionet publike e kanë detyrim që ta uploadojnë dhe të përditësojnë programin e tyre të transparencës që përfshin gjithë informacionin që ato duhet bëjnë publik në lidhje me autoritetin që ato kanë, apo që janë. Flasim për shembull Bashkia e Durrës ka programin e saj të transparencës, ku përfshihen të gjitha le të themi procedurat ligjore që ajo mund të ketë kryer, procedurat e tenderimit. Ja, do shikojmë pak thjesht për shembull që ta keni parasysh. Dhe në momentin që juve këtë informacion nuk e gjeni në programin e transparencës, atëherë do të drejtoni me një kërkesë. Në rastin e kërkesës tani, një pjesë e madhe e institucioneve kanë një draft të tyre të kërkesës. Pra kam përshtypjen duhet jetë ky, që unë kam sjellë edhe këtë që ta shikoni. Atëherë, kjo është një standard kërkesë për informacion që e gjeni të uploaduar thuajse në të gjitha faqet e internetit të autoriteteve publike dhe ku vetë autoritetet le të themi
e tregojnë hap pas hapi se si juve duhet ta paraqesni kërkesën dhe çfarë elementesh të domosdoshme duhet të ketë. Normalisht do shononi emër mbi emër, në rast se gjithmonë do përdorni këtë draftin standard, megjithatë e keni të drejtën që edhe të përdorni një draft tuaj, siç unë kam sjell, por gjithmonë duhet përmbaj ato elementet që keni te prezantimi, prandaj do ju vendosa në prezantim, që janë elementet e domosdoshme që duhet të ketë kërkesa në mënyrë që ju të merrni përgjigje. Adresa postare, adresa elektronike, numri i telefonit, normalisht data në cilën ju e paraqisni këtë kërkesë, autoriteti publik i cili drejtohet, adresa dhe qyteti ku është autoriteti, përshkrimi detajuar i informacionit të kërkuar, të dhënat të tjera në varësi të rastit, dhe forma në cilën kërkohet dokumentacioni, pra e kërkoni në formë shkresore, për shembull në rast se ju duhet një informacion i caktuar për në gjykatë, atëherë do ta kërkoni në formë shkresore, origjinale, të bulosur, të firmosur, sepse ajo është mënyra si mund ta paraqesni në gjykatë. Në rast se ju e doni thjesht nëpërmjet emailit si informacion, sepse ju duhet si info për diçka, do ta kërkoni thjesht përmes emailit. Vetëm këto është pjesa që vendos të dhënat institucioni, thamë që në momentin që paraqit një kërkesë, asaj vendoset një numër rendor dhe komente që mund të ketë informacioni, datën e marrjes në dorëzim të kësaj kërkese. Dhe keni parasysh që adresat dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, në portalin i Albania, në portalin Pyet Shtetin. Keni parasysh që kërkesat për informacion mund të drejtoni edhe në këtë portalin Pyet Shtetin dhe jo vetëm në adresën e temit të institucionit apo të koordinatorit për informimin brenda institucionit në cilin ju e kërkoni. Unë ju kam përgatitur edhe një format tjetër për kërkesën. Drejtojeni kërkesën tuaj koordinatorit për drejtën e informimit që folëm, në institucionin që mban në momentin që juve i keni të dhënat e koordinatorit të aploduara në faqe, ose mund ta drejtoni direkte në Pyet Shtetin në rast se nuk keni të dhëna apo email, në rast se ju don ta dërgoni nëpërmjet emailit nëse nuk ka institucioni një email të përcaktuar se ku mund të dërgoni. Dhe thamë dhe drejta e ankimit që ju keni në momentin që juve ky informacion u refuzohet apo nuk merrni një përgjigje. Tani unë ju kam përgatitur edhe një sot jam pak e ngjyrur. Atëherë unë kam sjellë edhe një template tjetër. Të një kërkese, më shumë të ju asolla që ta keni dhe si template kërkese edhe për gjëra të tjera edhe përveç drejtës së informimit, sepse kërkesa ndaj institucioneve thash mund të bëhet edhe për çështjet tuaja personale, për të marrë informacion lidhe me statusin e një aplikimi që mund keni bërë për një leje të caktuar, dhe për procedura apo informacione të ndryshme që nuk kanë të bëjnë vetëm me të drejtën e informimit. Normalisht do të paraqesni të dhënat tuaja personale, emrat, si mbiemër, datëlindje, vendlindje, keni parasysh adresën, numrin e telefonit, emailin për efekt njoftimi dhe drejtuar. Unë kam bërë drejtuar bashkisë, po themi, për t'ju treguar pak a shumë edhe se si bëhet aplikimi i bazës ligjore kur kemi të bëjmë kërkesë për informacion. Megjithatë kjo nuk është e domosdoshme në rast se ju përdorni atë draftin standard që ju tregova pak më parë, sepse drafti i drejtohet jo vetëm juristëve, por është efektuar nga çdo qytetar që mund të ketë nevojë për informacion. Megjithatë kjo është kërkesë që mund ta paraqisni ju si avokat apo edhe si jurist i një biznesi, për qenë paksa më konkrete, më e detajuar. Edhe ja paraqisni zotit ose zonjës kryetare të bashkisë, këtu mund të përcaktoni edhe drejtorinë konkrete dhe koordinatorin për drejtën e informimit pra institucionit ku ju drejtoni kërkesën. Keni parasysh që në përshkresa zyrtare, në rast se neve i drejtohemi apo themi një institucioni, përgjithsisht praktika që bëj unë është që mund vendos për DNI edhe institucionin e pror, apo edhe një institucion tjetër që mund të ketë lidhje me kërkesën që unë bëj. Apo në rast se juve ja drejtoni për shumë drejtorisë juridike brenda bashkisë Durrës, mund të vendosni dhe kryetarin e bashkisë për DNI, që të jetë në DNI të kësaj kërkese. Dhe normalisht kam dhe koordinatorin konkret brenda institucionit, që është ai personi përgjegjës le të themi në institucion për t'ju dhënë juve informacionin, kemi të bëjmë me kërkesën për informacion publik. Adresën e institucionit dhe objektin, kërkesë për informacion në lidhje me procedurën, po themi procedurën e tenderimit zhvilluar nga bashkia me qëllim ndërtimin apo rikonstruksionin e pjesës së sheshit Volga, nuk e di. Dhe normalisht legjislacioni ku ju mbështeteni, kemi në mbështetje të nenit 3 dhe nenit 11 të ligjit 119/2014 për drejtën e informacionit i ndryshuar, neni 15 i ligjit për qeverisjen vendore i ndryshuar, ku është pjesa e cila
neni konkret që unë kam listuar është neni që referohet detyrimit të institucionit për të informuar publikun dhe për të bërë publik informacionin që duhet bëhet publik. Kërkojmë që në vijim të procedurës së zhvilluar nga institucioni juaj dhe qëllimin e procedurës domethënë për rikonstruksionin e vogël, po themi, të na vendosin në dispozicion në mënyrë shkresore, pra mënyra se si ju e kërkoni informacionin në mënyrë shkresore. Informacionin e mëposhtëm, për shembull, tu mund të jetë, po flasim për një procedurë tenderimi, sa kanë qenë le të themi subjektet që kanë marrë pjesë në këtë procedurë, cili është subjekti i përzgjedhur, cila është vlera e kësaj jo detyre, po e këtij konstruksioni që do bëhet, pra vlera e tenderit, po themi. Edhe informacionet e tjera të cilat për ju mund të jenë të nevojshme. Thash për një qytetar të thjesht, si drejtori i bashkisë apo si do një institucioni në lidhje me një informacion publik, në lidhje me tendera apo procedura të ndryshme që ato kanë ndjekur apo kontrata që ato mund të kenë firmosur, mund të duket pak abstrakte, por në rolin e juristit që ju mund të jeni nesër pas nesër, apo në rolin e avokatit që mund të jeni, sepse jurist kam përshtypjen që jeni pjesa më e madhe për jush, do të jenë një pjesë e madhe e përditshmërisë tuaj, pra kërkesat për informacion dhe kërkesat për institucioneve do të jenë shumë të aplikueshme. Normalisht do të listoni të gjithë informacionin që juve kërkoni, mundet ose mund edhe mos të jepni shkaqe për cilin e kërkoni këtë informacion, sepse siç e dini e tham që ligji nuk e përjashton mundësi që ju të kërkoni informacion pa pasur mbase edhe ndonjë motiv shumë të rëndësishëm të kërkuar. Duke e falenderuar institucion, normalisht me respekt, tu keni parasysh që nëse ju jeni individ dhe kërkoni do të jetë emër mbi emër firmë, në rast se kërkohet nga kompania, emri i administratorit, firma e tij dhe bula e kompanisë. Të gjitha këto janë elementë që neve i kemi trajtuar edhe në draftet e mëparshme si bëhet nënshkrimi i dokumentacionit. Tani thjesht për ta pasur juve parasysh se si mund ta bëni kërkimin e themi paraprakisht, pa hapur pak faqen e Bashkia e Durrës. Që të shikoni se ku mund të gjendet informacioni, le të themi. Se shikoni informacioni është tek pjesa ishte numri i telefonit, emaili ku ju mund të drejtoheni. Tani kemi e drejta e informimit dhe programi i transparencës. Ishte të na hapet. Tani janë, shikoni është performanca e buxhetit, kodi i sjelljes, model kërkese dhe ankese, modeli që neve pam pak më parë, mund të ketë edhe model ankese, keni këtu se si mund të drejtoheni komisionerit, po themi, studime, programi i transparencës, dhe janë të gjitha ato informacione që duhet bëhen publike. Në rast se juve një informacion caktuar nuk e gjeni këtu dhe që është një informacion që duhet bëhet publik, pa mund të drejtoni atë kërkesën në cilën do format që ju dëshironi, mund ta bëni edhe në pak më të detajuar me kërkesën draftin që unë kam sill, ose mund të vazhdoni edhe me draftin standard që ka institucioni. Thjesht për të pasur parasysh pak vetëm procedurën. Unë kam sill në format që të mos ju lodhë dhe pse kam përshtypjen që është më e thjeshtë edhe për ju që ta shikoni në këtë formatin kështu, sepse i ka të gjitha të përfshirë në një, pra cilat janë 9 hapat e mëposhtme për që duhen ndjekur në moment që ju kërkoni informacion. Pra, fillimisht konsultoni programin e transparencës, nëse nuk e gjeni aty, atëherë do të gjeni dhënat e koordinatorit për drejtën e informimit, ose në faqen e internetit, ose tek portali Pyet Shtetin. .al. Do të shkarkoni formularin e kërkesës, në rast se ju do ta bëni elektronikisht dhe doni të përdorni formularin standard që parashkon institucioni, dhe do ta dërgoni, do të plotësoni domethënë të dhënat që parashkon në formular, do ta dërgoni ose me postë në adresën e institucionit ose me email tek emaili i koordinatorit për drejtën e informimit. Gjithashtu mund të bëhet edhe drejt për drejt në portalin Pyet Shtetin dhe pastaj portali automatikisht ja delegon kërkesën institucionit përgjegjës dhe personit përgjegjës. Normalisht duhet merrni përgjigje brenda 10 ditëve nga dorëzimi i kërkesës. Afati për kthimin e përgjigjes mund të zgjatet deri në 5 ditë, siç e tham pak më parë. Në rast se nuk ju vjen përgjigja brenda 10 ditëve, në moment që ju e keni dorëzuar kërkesën tek institucioni i sakt, ose brenda 15 ditëve nga momenti nëse ju e keni dorëzuar kërkesën në një institucion, që nuk e disponon këtë informacion dhe ja ka deleguar një institucion tjetër, atëherë është 15 ditë dhe mund të zgjatet maksimumi deri në 5 ditë. Në rast se pra kalon ky 15 ditë ose 20 ditë në total, gjithmonë flasim për ditë pune, atëherë ju mund të drejtoni komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, kur institucioni refuzon kërkesën ose kur nuk kthen përgjigje ose kur përgjigja është kthyer pa plot.
se unë mund t'ju kthej një përgjigje, por mund të mos përmbaj informacionin që ju keni kërkuar. Takimi do të bëhet brenda 30 ditëve nga momenti i marrjes së njoftimit për refuzimin apo nga data në cilën përfundon afati brenda të cilës duhet ju ishte kthyer përgjigje, dhe komisioneri do t'ju kthejë një përgjigje brenda 15 ditëve pune. Ku komisioneri nuk merr një vendim, normalisht atëherë ju mund të drejtoni gjykatës. Pra ndjek le të themi ato hapat e një ankimi tipik administrativ. Nuk e di, keni ndonjë pyetje në lidhje me pjesën e memos ligjore, në pjesën e kërkesës për informacion apo në përgjithësi kërkesave drejtuar institucioneve? Juve pjesa e online-it? Ja. Atëherë, meqense nuk ka, unë kam shkarkuar një sekond. Pse hapur këtu? Okej, thjesht po, do t'ju dërgoj edhe këtë pastaj, është një që parashikon dhe gjobat që sepse gjithmonë keni parasysh që unë ju referohem në rast se ju do jeni në rolin e juristit apo avokatit që kërkon këtë informacion apo dhe individi të thjeshtë. Megjithatë keni parasysh që mund të jeni edhe ju në rolin e koordinatorit apo juristit pranë institucionit përkatës që është detyruar për dhënien e këtij informacioni dhe duhet keni të qartë faktin që tashmë parashikohen dhe gjoba në rast të mos zbatimi të këtyre afateve, në rast të mos zbatimit të programit të transparencës pa publikimeve që duhet bëni, edhe duhet të jeni të mirë informuar në rast se do të punoni pranë një institucioni në rolin e juristit apo koordinatorit për drejtën e informimit. Dhe ju kam sjellë këtë pamfletin që ta shikoni sepse i ka të detajuara të gjitha këto informacione, se nuk dua të ndalem shumë te kjo pjesë. Tani, ajo që unë do doja të shikoja dhe realisht do doja që të kisha dhe pjesëmarrjen tuaj, nuk më është, vetëm një sekond ju lutem, janë pjesa e kërkesë padisë dhe deklaratës së mbrojtjes që na ka sjellë njëra nga vajzat pjesëmarrëse e kursit. Okay. Nuk më shkarkua kjo kërkesë padia? Ja, vetëm një sekond ju lutem. Okej. Keni nevojë të bëni një rikujtim të kazusit? Më thoni, apo e mbani mend kazusin? Për të mos u ndonjë përgjigje nga online-i? E bëjmë një rikujtim ndoshta më mirë? Okej, unë nuk po ju a lexoj, thjesht po ju a tregoj kazin në tërësi edhe mos lot. Atë kazusi ishte i tillë. Aja dhe D-ja, në mos gabohem, janë të martuar. Dhe në një moment caktuar Aja dhe D-ja birësojnë de facto nipin e D-s, cilin ato e rrisin si të ishte fëmia e tyre. Në 97-ën, në mos gabohem, po në 97-ën D-ja ndron jetë, pra D-ja është bashkëshorti, ndron jetë dhe me cilën e trashëgimisë, trashëgimtarja e tij e vetme ishte bashkëshortja e tij, e cila trashëgon të gjithë pasurinë që ai kishte, të cilat ishin 3 prona në zonën e Lushnjës, në mos gabohem. Më vonë, gjatë gjithë kësaj kohe, normalisht Aja, pra bashkëshortja, ka jetuar me djalin e tyre të adoptuar në dhe e ka rritur atë, ka krijuar një marrëdhënie si nënë e birë dhe në një moment caktuar Aja, bashkëshortja vendosi t'ia shesi pronat që ajo ishte trashëguar nga bashkëshorti, t'ia shesi nipit, pra djalit që ajo ka rritur apo nipit të bashkëshortit de facto. Dhe bën një kontratë shitje pranë noteres me një vlerë të ulët të pronave, bëhet fjalë për 3 pasuri. Tani, pasi bëhet shitja e pronave, Aja vazhdon jeton me djalin e saj të birësuar dhe deri në një moment kur për shkak të problematikave të ndryshme familjare, pasi djali martohet dhe për shkak të debateve të ndryshme që ajo kishte me nusen e djalit, ajo i drejtoi gjykatës për të pretenduar që unë kam qenë në kushtet e mashtrimit kur e kam kryer kontratën, pra kur kam nënshkruar kontratën e shitjes së pasurive, dhe përveç se unë kam qenë në kushtet e mashtrimit nga djali, kontrata e bërë ka qenë një kontratë në mashtrim të ligjit,
sepse qëllimi i vërtet dhe real ka qenë që unë t'ia dhuroja këto prona dhe ju t'ia shisja, po për efekt shmangjeje të taksës së shitjes, unë e kam bërë nëpërmjet të taksës, më falni, unë e kam bërë me kontratë shitje, shmangjes së taksës së dhurimit, më falni, s'po vinte fjala. Dhe e kam bërë me kontratë shitjeje. Pra, aja i është drejtuar gjykatës për të pretenduar që ka qenë në kushtet e mashtrimit kur e ka nënshkruar kontratën e shitjes dhe që nuk ka qenë qëllimi që ajo të bëjë shitjen e pronave, po thjesht ia dhuroi sepse edhe vlera e përcaktuar në kontratë, që ajo pretendon përpara gjykatës, nuk është se i ka marrë kurrë ato para, domethënë thjesht ka qenë fiktive e gjithë marrëdhënia e krijuar. Ndërkohë, në moment caktuar gjatë gjykimit, del edhe personi C, i cili pretendon që është djali i bashkëshortit dhe pretendon që është dhe ai trashëgimtar i lishëm. Djali që bashkëshorti i As, D-ja, kishte me një zonë tjetër dhe në një moment caktuar ai ka marrë vesh mbas gjithë këtyre viteve që babai i tij ka ndruar jetë, babai biologjik ka ndruar jetë dhe që ka lënë disa pasuri, të cilat duke qenë se ato ishin në padjeni të ekzistencës së këtij djali, i janë kaluar vetëm bashkëshortes. E keni të qartë kazusin? Më thoni ndonjëri, e keni të qartë? Që ta shikojmë kërkesë padin që ka përgatitur kot? Okay. Atëherë paralelisht, unë po hap edhe kodin civil, që dhe ju të kuptoni mënyrën si vajza e ka bërë analizën. Edhe më falni një sekundë. Ok. Jemi këtu. Atëherë shikojmë, ka vendosur datën, gjë që shohim se kërkesë padia duhet përmbaj datën. Kemi kërkesë paditës është Aja, pra bashkëshortja e trashëgimlënësit, po themi në këtë rast, e bija dhe e atësia dhe amësia në këtë rast, lindur në, banuese, adresën, madhore me zotësi juridike të plot për të vepruar, numri personal, numri telefoni dhe adresa elektronike. Shumë mirë. Kemi dhe të paditurin dhe këtu të njëjtat të dhëna dhe kemi objektin e paditës. Kemi thonë, mbase do duhet t'ju hap edhe pjesën e instancës së dytë, në mos gabojmë, kemi bërë kërkesë padin apo të parën, për të shikuar edhe nëse janë përmbushur ato kushtet se çfarë duhet përmbajë kërkesë padia. Objekti kemi thënë që duhet të jenë kërkimet që ju keni ndaj gjykatës, që është shpallja apo konstatimi duhet të ishte në këtë rast, pra në rast se kemi të bëjmë me veprim juridik absolutisht pavlefshëm apo relativisht pavlefshëm, kemi konstatimin apo shpalljen e veprimit juridik, pavlefshmërisë së veprimit juridik dhe kemi pavlefshmërinë, e mira është që të pretendoni dhe kemi të bëjmë pavlefshmëri absolute apo relative të kontratës, shumë mirë, të redaktuar nga noterja. Unë do sugjeroja që tek pjesa e pavlefshmërisë, domethënë te pjesa objektit ku i referohen në pavlefshmërisë, të shkruani dhe të citoni edhe pjesën si një veprim juridik për shembull absolutisht i pavlefshëm i kryer në kushtet e mashtrimit apo në kushtet e mashtrimit të ligjit. Sipas parashikimeve të nenit X të kodit civil. Kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme, urdhërimin e ASHK Lushnjë të bëjë regjistrimin e pronësisë shumë mirë, e pronësisë në emër të paditurit dhe regjistrimin e saj në emrin e paditëses, ashtu siç ka qenë më parë, sepse flasim për kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme para restituimin civil, para restituimin i një anshme apo dy anshme në varësi të llojit të pavlefshmërisë që neve kemi. Restituimi keni parasysh që nuk e di nëse e keni trajtuar në shkollë, pjesën e restituimit ku kemi pavlefshmërinë e veprimeve juridike, kemi edhe pjesën e restitucionit apo restituimit që është praktikimi i palëve në gjendjen e mëparshme dhe çfarë do thotë kjo? Siç kemi të bëjmë për shembull me një kontratë shitje e një pasurie të luajtshme, një makine. Dhe në rast se kjo kontratë është e pavlefshme për shkaqe të lajthimit e zëm apo për shkaqe të cilat asnjëra nga palët nuk ka faj apo nuk ka vepruar në keqbesim, atëherë bëhet restitucioni i dy anshëm dhe njërës pali kthehen para, palës tjetër i kthehet mjeti që ai ka shitur. Nëse kemi të bëjmë me kushtet e mashtrimit, ku njëra palë është e mashtruar, atëherë kësaj pale do t'i kthehen pjesa e vet, do bëhet restitucioni i një anshëm.
keni parasysh është pjesa e kodit civil që është direkt në bazë veprimeve juridike dhe pavlefshmërisë së veprimeve juridike. Dhe shpenzimi gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. Shumë mirë. Më thoni juve të online-it, është i plot objekti i kësaj kërkesëpadie? Po, nuk ka problem nëse e thoni gabim apo nëse as gabim nuk mund të jetë fjala e duhur për të përdorur, apo nëse keni një mendim të caktuar, neve jemi të gjithë për të mësuar edhe duke parë njëri tjetrin arritemi të krijojmë një ide të qartë se si duhet të ndërtojmë një kërkesëpadi, sepse siç e kemi diskutuar edhe më parë, kjo është një ndër pjesët kryesore të punës së avokatit. Nuk e di, më thoni, si mendoni? Nuk ka. Po, dhe regjistrimin e emrin e saj. Po, dhe tek pjesa e pavlefshmërisë, të citojmë nëse çfarë lloj pavlefshmërie kërkojmë, pra shpalljen apo konstatimin e pavlefshmërisë, veprimet të pavlefshmërisë relative apo absolute të veprimit juridik, edhe si pasojë e cilit parashikim ligjor, pra ka ardhur ke pavlefshmërisë si pasojë e lajtimit, mashtrimit të ligjit, kryer nga një mitur, pra paksa në tërësi është okay, thjesht paksa më e plot mbase do ishte apo jo. Formulimi pak më i plot, thot njëra nga vajzat që është pjesëmarrëse këtu në klas. Atëherë shohim bazën ligjore. Kemi në 79-92. Ti shikojmë konkretisht se çfarë baze ligjore ka përdorur. Ishim 79. 79 është veprim juridik, okay. Shumë sakt. 79, 92-shi. Kemi veprime juridike të pavlefshme dhe janë kryer për të mashtruar ligjin, pa qëllim për të sjellë pasoja juridike, fiktive ose të simuluara, nga të miturit, apo vinë në kundërshtim me dispozitat urdhëruese të ligjit. Okej. Në 94 kemi personin që ka kryer duke qenë i mashtruar, pra i mashtruar i ka nosur në lajtim ose për shkak të nevojës së madhe. Këto gjithmonë këtu kemi të bëjmë me veprimet relativisht pavlefshme. Kemi të bëjmë me veprime juridike absolutisht pavlefshme. Dhe besoj e dini dallimin ndërmjet veprimeve juridike absolutisht dhe relativisht pavlefshme. 95-ën, mashtrimin, okay. 107-ën, që është shpallja e veprimit juridik absolutisht pavlefshëm, shpallja relativisht pavlefshëm është bërë për mashtrim kanose nga nevoja e madhe, nuk është mundur t'i kthehet, i paguhet vlera e saj. Okej. Dhe 193-shi, shikojmë nëse është e plot baza ligjore e përdorur, kjo është ideja. 193-shin, po. Po, kemi të bëjmë, kjo lidhet me kërkimin e dytë, cilat janë ato akte që regjistrohen në regjistrin e pasurive të paluajtshme dhe kemi këtë vendimin e gjykatave dhe kjo lidhet me kërkimin e dytë që ka pala që kthimin e gjendjeve në palëve në gjendjen e mëparshme dhe regjistrimin e pasurisë nga emri i B-s dhe regjistrimin e saj sërish në emrin e personit A. Okej, shumë mirë. Dhe 193-shin e pam, okej. Tani, sugjerimi im do të ishte që baza ligjore të përfshijmë edhe dispozitat nga kodi i procedurës që lidhen me paraqitjen e kërkesëpadisë. Do të thonë, te kjo pjesë të kemi edhe nenet e kodit të procedurës që lidhen me paraqitjen dhe përmbajtjen e kërkesëpadisë. Drejtuar gjykatës së rreth, tani i quhen gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Rrethanat e faktit, okay, janë ato, shikoj, është vendosur kazusi ashtu siç ishte. Keni parasysh që
kjo normalisht është bërë për efekt të klasës, po të rrethanat e faktit do t'u ta shpjegoni nga ana e pozitës së palës paditëse, se si ka ndodhur ngjarjet, si janë zhvilluar, cili ka qenë qëllimi i saj real, pse është bërë kontrata e shitjes, ndërkohë që realisht qëllimi ka qenë kjo dhurimi dhe gjitha këto me radhë. Arsyetimi ligjor. Ne kemi bazuar në 99, ka bërë analizën e veprimit juridik. Një sugjerim nga ana teknike më tepër do të ishte që momenti që neve citojmë një bazë ligjore, ajo të vendoset në thonjza, falni se ky laptopi që kam këtu te kursi është nga këto modele gjermane dhe nuk është e ja. Do të thënë, momenti që neve citojmë, do duhet ta vendosim në thonjza pjesën e nenit që neve kemi cituar. Zakonisht unë e bëj me kështu, domethënë, nuk është se ka ndonjë, kjo thjesht më shumë nga ana teknike dhe vizuale. Po të referohem të interpretimit, thot vajza, jemi përpara faktit se që kemi një veprim juridik që buron nga shfaqja e vullnetshme dhe e lishme e palëve, dhe po të referohemi kontratës së lidhur e palën e paditur, arrim konkluzionin se jemi përpara një kontrate shitje e cila i plotëson kërkesat ligjore sipas kodit civil. Pra përmbajtja nuk është e kundërligjshme, por veprimi është i ligjshëm për këto arsye. Tani, normalisht kur bëni arsyetimin dhe thoni që kontrata i përmban dhe i plotëson kriteret, e mirë do të ishte të bëni dhe një analizë të kushteve kryesore dhe të elementeve kryesor të kontratës, duke lidhur që nga forma e saj, nga vullneti i palëve, objekti i ligjshëm, pra duke i shpjeguar një nga një, sepse në momentin që ju thoni që i plotëson kërkesat ligjore, duhet bëni dhe analizën, pra do thoni që për sa kohë kemi të bëjmë me një pasuri të paluajtshme, është bërë në formë notariale ashtu siç e urdhëron ligji. Kemi shfaqjen e vullnetit të lirë të palëve të bërë para noterit, kemi një objekt të ligjshëm, pra janë mallra që janë mallra të qarkullimit civil. Domethënë, në momentin që juve thoni që i plotëson kërkesat ligjore, duhet të bëni dhe analizën cilat janë këto kërkesa ligjore që parashikon. Përmbajtja nuk është e kundërligjshme, por veprimi është i pavlefshëm për këto arsye. Bazuar në rrethanat e faktit si përcituar, jemi përpara rastit kur para hartimit të kontratës së shitjes kemi bërë një marrëveshje me palën e paditur pa pasur si qëllim të krijojmë pasoja juridike pra të ndryshojmë apo krijojmë marrëdhënie juridike. Dhe sipas situatës së ndodhur në veprimin juridik të kryer mungon qëllimi me të cilin ne synonim të arrinim këtë veprim juridik, pra janë kryer sa përsye faqe. Pra, ajo le të themi analiza që është bërë, edhe vajza pretendon që nga kazusi ka dalë në konkluzionin që kemi të bëjmë një veprim juridik të kryer për të mashtruar ligjin apo një veprim juridik të simuluar, se nuk e ka të qartë të shprehur këtu, po me një veprim juridik që është bërë thjesht për të simuluar dhe për të veprimet juridik të simuluara janë ato që bëhen, por që nuk kanë qëllim të arrijnë atë çka synohet përmes atij veprimi juridik, por kanë synim të arrijnë diçka tjetër. Kjo është ajo që pretendon vajza që ka hartuar kërkesë padinë. Për thotë të krijojmë marrëdhënie juridike, po. Normalisht këtu do duhet të ishte sqaruar se si le të themi del qartë qëllimi që palët kanë pasur për të arritur le të themi dhurimin e pasurisë dhe pse është bërë përmes një kontrate shitjeje. Pra ku evidentohet fakti që qëllimi jot, le të themi si palë paditëse, ka qenë që ti ta dhurosh këtë pasuri. Normalisht nuk e di nëse e ke përmendur më poshtë, normalisht do duhet të thojë edhe fakti që po ta shikoni vlera e shitjes është një vlerë shumë e ulët dhe duket që nuk kemi të bëjmë një shitje reale. Kemi më poshtë, në mos gabojmë se unë i hodha një sy paraprakisht, kemi folur edhe për pjesën e mashtrimit që pala ka qenë mashtruar. Si pjesa e argumentimit ligjor duhet të jetë paksa më e plotë dhe me më shumë citim të bazës ligjore kur ju referoheni për analizën që bëni. Është bërë me qëllim të mbulojë një veprim tjetër juridik, okay, shumë saktë, konkretisht kontratën e dhurimit, por që nuk është bërë hapur fakt që vërtetohet nga kundërdeklarimi i palës së paditur ose marrëveshja e veçantë e simulimit e bërë me kjo është, domethënë kjo si paragraf, cila është kush është kundërdeklarimi i palës së paditur apo marrëveshja e veçantë që ju keni bërë paraprakisht. Domethënë nuk në momentin që nuk kemi kundërdeklarime, sepse ne jemi në fazën fillestare fare, që ti sapo ke paraqitur kërkesë padinë, akoma nuk ka ardhur deklarata e mbrojtjes e palës tjetër. Kështu që
nuk mundet se si të jesh në dieni të kundër deklarimeve të palës. Palën e padit kemi pasur që mund të lidhë një kontratë tjetër të ndryshme nga ajo e përshkruar në kontratën e shitjes, si libërtohet nga pasojat e ardhura, pas nënshkrimit të kësaj kontrate, gjë pasi unë vazhdoj të jetojë në shpëtim dhe asnjëherë nuk ka kaluar në posedim. Pagesa shumë e detyruar nuk është bërë kundrejt vlerës referente të tregut, po shumë e saktë ky argumentimi këtu qëndron që këto janë pra ato elementet që tregojnë që cili ka qenë qëllimi real dhe si vërtetohet që qëllimi real nuk ka qenë shitja, por ka qenë dhurimi de facto i pasurisë. Ki parasysh gjithmonë e thash kur i referohesh bazës ligjore, citimi i saj të evidentohet që po citon legjislacionin dhe si legjislacioni aplikohet në rastin konkret. Do me thënë, kemi folur dhe kur kemi folur për kërkesë padin, pjesa e argumentimit ligjor duhet të jetë baza ligjore dhe se si aplikohet në rastin konkret. Pra, kur ti thua, po e marrim shumë se si, le të themi se si duhet të ishte e strukturuar pjesa e argumentimit ligjor që ti ke bërë. Unë kam sjellë në fakt një model, ajo duhet ta gjej. Le të themi, pjesa e argumentimit ligjor duhet të ishte e tillë. Neve flasim, themi kemi veprim juridik. Çfarë është veprim juridik dhe cilat janë shkaqet e vlefshmërisë apo pavlefshmërisë së tij. E citon në një konkret. Pastaj thua, në rastin konkret neve gjendemi para një veprimi juridik të pavlefshëm, sepse është kryer në këto kushte dhe nuk përmban elementet kryesorë të kontratës. Pra, është bërë në formën e duhur, është objekti i ligjshëm, por vullneti i palëve ka qenë i besuar, sepse unë kam qenë në kushtet e mashtrimit. Kur pala mua më ka premtuar këtë ose më ka thënë këtë gënjeshtër, të gjitha këto elementet gjithmonë keni parasysh bazë ligjore, analiza e bazës ligjore, rasti konkret se si është aplikueshme. Dhe gjithmonë keni parasysh që argumentat, kjo nga ana teknike më tepër, në momentin që listoni argumentat, gjithmonë ndajeni me paragrafe konkrete. Pra, ti në kërkesë padi ke ngritur dy pretendime, ke ngritur dhe pretendimin që kemi pavlefshmëri si pasojë e kushteve të mashtrimit dhe si një kontratë e kryer në mashtrim të ligjit. Dhe tani, për çdo argument duhet nga ana vizuale ti ndash, pra, këtu kemi të bëjmë me pikën 2.1 duhet ishte, sepse është 2 baza ligjore, 2.1 nga ana vizuale të jetë më e mirë edhe për gjyqtarin që do ta shikojë që të kuptojë se si ti ke strukturuar argumentat. Tani, kërkoj nga gjykata të marrë në konsiderat bazuar në vendimin unifikues, po tërësia e pavlefshmërisë juridike del nga një veprim juridik që është absolutisht pavlefshëm dhe veprimi juridik i kryer në ndërsinë e palëve nuk ka fuqi juridike, okay, kemi cituar edhe vendimin unifikues, gjë që është shumë e mirë. Kërkoj një gjykata të merret në konsiderat në 107 ku citohet se veprimi juridik shpahet i pavlefshëm për arsye se është bërë në mashtrim kanose, okay, dhe t'i kthehet vlefta. Pra, veprimi juridik, kontrata e shitblerjes është një veprim juridik absolutisht i pavlefshëm. Gjykata duhet të vendosë konstatimin e pavlefshmërisë së veprimit juridike të mësipër dhe të zgjidhë pasojat që ato japin. Dhe kemi konkluzionet, kërkojmë caktimin e një seance gjyqësore sa më shpejt jetë e mundur duke pranuar kërkesë padin sipas objektit të saj. Përgjithsisht, të pjesa konkluzioneve, unë do sugjeroja të shtoj edhe një fjali që bazuar në rrethanat e çështjes, bazuar në legjislacionin e mësipër, në enet konkrete, kërkojmë dhe pastaj është pjesa që vendoset prapë pjesa e objektit padis, pra çfarë ju keni kërkuar fillimisht. Keni parasysh, gjithmonë kur ndërtoni kërkesë padin, flas gjithmonë për atë pjesë që nuk merret në përditshmëri me kërkesë padin dhe për atë pjesë që nuk punon në zyra ligjore ose nuk ka filluar akoma punë si juriste dhe të merret çdo ditë me kërkesë padit për të kuptuar si funksionon, referohuni gjithmonë materiali që unë kam dërguar. Pra, dhe gjithë kjo kërkesë padia që neve lexuam. Më thoni pak, dolën ato elementet e domosdoshëm që duhet ketë kërkesë padia? Thjesht ta hap tek seanca që kemi bërë kërkesë padin. Kam përshtypjen që do ta kem këtu. Një sekond. Do të kishte qenë shumë mirë që vajza që e ka dërguar të ishte edhe sot prezente që në mënyrë të analizonin së bashku. Po, atëherë, tham që janë elementet thelbësore që duhet përmbajë kërkesë padie që janë marrëdhënie juridike nga burojnë të drejtat, detyrimet, interesat e ligjshme. Pra, kemi të bëjmë marrëdhënie pronësie, kontraktore apo trashëgimie. Dilte qartë nga kërkesë padia se çfarë lloj marrëdhënie synohet të mbrohet në të rast?
Po? Se çfarë është kërkimi konkret? Po. Okay. Pikën B, e përmbush të kërkesë paditja pra personi që ka cënuar të drejtën apo interesin legjitim? Besoj se po. E kishte shumë të qartë cilit personi drejtori dhe kush e ka cënuar të drejtën e saj. Fakti që përbën cënim të drejtës interesit të ligjshëm ose veprim ose mosveprim të paditur, i cili kanë cënuar mohuar të drejtën ose interesin e ligjshëm. Ala tha që gjenden në kushtet e mashtrimit, që në gënjeshtër, që nuk ishte ai veprim juridik të cilën synonin të realizonin, të drejtën që synon të realizojë, dilte nga kërkesë paditja cila është e drejta cilën ajo kërkon të realizojë? Po flas edhe me ju pjesën online-it, që ta keni parasysh. Ju që e dëgjuat, pra ishte e qartë kërkesë paditja? Nëse do ju vini kjo kërkesë paditje si gjyqtar. Një formë tjetër se si mund të bëj. Se si unë le të themi të paktën nga ana vizuale dhe mënyrën e strukturimit të informacionit. Atëherë. Se si unë paraqes kërkesë paditje të themi. Elisa, mos e bëj mendje, nuk ka problem. Do ta merr të regjistruar seancën, kështu që do t'ju bëj një parashtrim pak në fund në lidhje me materialet dhe çfarë lloj problematike që mund keni. Thjesht ta përmbyll pak edhe këtë pjesën. Siç e shikoni dhe rreth anat e faktit, unë gjithmonë ndaj në këto në temë taksative, gjithmonë kjo është thjesht mënyra se si unë punoj, në mënyrë që atë gjykata, se normalisht juve këtë kërkesë paditje drejtoni një gjyqtari dhe ai ta marrë informacionin sa më qartë dhe sa më shpejt të jetë e mundur. Dhe unë gjithmonë i ndaj në paragraf. Pra në paragrafin e parë, le të themi, kam trajtuar se si ka lindur marrëdhënia ime e pronësisë ose drejta ime e pronësisë mbi këtë pasuri. Pra kam qenë e martuar me bashkëshortin, bashkëshorti pastaj në paragrafin e dytë ka ndruar jetë, më kanë kaluar mua këtë pasuri dhe unë kam bërë kontratën e shitjes me djalin. Pastaj në pjesën e tretë, momenti që ka lindur konflikti dhe si ka lindur konflikti. Pra kam përshtypjen se edhe për gjyqtarin kur e lexon, vjen e qartë, e ndarë informacioni, fillimisht si ka lindur e drejta ime e pronësisë, veprimet që janë kryer, kontrata apo marrëveshjet e tjera, dhe pastaj në fund se si ka lindur problematika dhe konflikti. Arsyetimi ligjor, kemi çfarë është veprimi juridik dhe normalisht bëhet ajo që thash, momenti që ne themi që po, veprimi juridik që ne kemi kryer i përmban të gjithë elementet domosdoshëm, ti duhet bësh analizën e elementeve të cilët pretendon. Pra vlefshmëria në rast konkret varet nga disa faktorë të rëndësishëm që janë për të siguruar ratën e pasurave të synuar. Elementi i parë është forma, e cila duhet të jetë në përputhje me parashikimet e ligjit për të siguruar vlefshmërinë, por edhe provueshmërinë, sepse kemi të bëjmë edhe gjithmonë forma mund të jetë shkak për cënimin e vlefshmërisë së provueshmërisë. Së dyti është objekti, i cili duhet të jetë i ligjshëm të përbëhet nga të drejta që janë cenda apo të drejta që janë pjesë të qarkullimit civil, dhe të treti shkaku ligjor, elementi i katërt dhe më i rëndësishëm është vullneti i pavesuar i palëve. Element ky që mungon në kontratën e lidhur ndërmjet meje dhe të paditut, pasi kam qenë në kushtet e mashtrimit në momentin e kryesës së këtij veprimi juridik. Pastaj referohemi në enit konkret që ka të bëjë me mashtrimin. Në rastin konkret ka qenë një seri gënjeshtrash dhe mashtrimesh, domethënë nuk e shpjegoni si pra aplikohet kjo në rastin tim, si aplikohet fakti që kam qenë i mashtruar, i kanosur në lajtim apo për shkak të nevojës së madhe, që është neni konkret në neni 94. Pra unë kam qenë i mashtruar përmes gënjeshtrave, ato më kanë premtuar këtë dhe këtë, gjëra që nuk kanë ndodhur, megjithëse kalimi i procesit është bërë me anë të kontratës, citoni dhe pjesën që çmimi ka qenë simbolik dhe nga ky fakt, do të thënë edhe elementin e dytë që pretendohet që është edhe përveç është nuk kushtet e mashtrimit, por është edhe kontratë simuluar. Këtu bëjmë analizën e mashtrimit, që mashtrimi mund të bëjë që veprimi juridik të jetë i pavlefshëm ku gënjeshtra e përdor shpije në gabim palën tjetër dhe pa
këtë mashtrim apo gënjeshtër, ajo nuk do ta kishte kryer veprimin juridik, përputhet plotësisht me situatën faktike në të cilën jam gjendur, gënjeshtrat dhe premtimet e dhëna. Domethënë, e kuptoni atë që unë kam thënë që në seancën e dytë, pra aplikimi i bazës ligjore në situatën tuaj dhe duhet të vi shumë si më pasër dhe si më qartë. Pra juve citoni parashikimi ligjor dhe pastaj thoni si përputhet kjo në situatën time. Pra pse kjo është aplikueshme në situatën time. Për sa i përket kërkimit, domethënë juve po bëni analizën, duhet bëni analizën për të gjitha kërkimet që keni paraqitur. Pra, kërkoni pavlefshmërinë e veprimit juridik në pjesën e parë. Do të bëni analizën për pavlefshmërinë. Kërkoni kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. Do të bëni analizën pse duhet bëhet kthimi dhe ku parashikohet kthimi i palëve në gjendjen e mëparshme, që thash është pjesa e restitucionit. Kërkoni regjistrimin sërish të regjistrimin dhe regjistrimin sërish në kadastra. Duhet bëni analizën se ku parashikohet kjo në ligj. Pra, uroj të kemi qenë e qartë dhe pastaj normalisht sa më sipër mbështetur në nenet e kushtetutës që lidhen me drejtën e pronësisë, nenet e kodit civil, nenet e kodit procedurës civile që lidhen me kërkesëpadinë dhe paraqitjen e saj, kërkoj të gjitha kërkimet, pra shpenzimet gjyqësore, kthimin në gjendjen e mëparshme, pranimin e kërkesëpadisë, konstatimin e pavlefshmërisë, kontratës shitjes dhe provat, pastaj nënshkrimin nga pala paraqitja e kërkesëpadisë. Tani, sa i përket deklaratës së mbrojtjes, kemi thënë gjithmonë. Çfarë kemi thënë një gjë shumë të rëndësishme në lidhje me deklaratën e mbrojtjes, se si duhet të jetë deklarata e mbrojtjes. Ma thot do dikush që ka qenë pjesëmarrës në seancën që kemi folur për deklaratën e mbrojtjes? Askush. Kemi thënë që gjithmonë deklarata e mbrojtjes duhet, kur juve të ndërtoni deklaratën e mbrojtjes, duhet që le të themi ta bëni paralelisht duke pasur para syve në thonjza, duke qenë shumë mirë njohës i përmbajtjes kërkesëpadisë, sepse juve çdo argument të paraqitur nga pala e paditësit në deklaratën kërkesëpadinë, pali do ta jepni kundër argumentit tuaj në deklaratën e mbrojtjes. Pra, ka kërkuar pavlefshmërinë. Do të thonë ju pse nuk kemi në kushtet e pavlefshmërisë, pse është i vlefshëm veprimi juridik i kryer. Do kërkoj kthimin në gjendjen e mëparshme. Juve do të jepni kundër argumentit tuaj për këtë. Do me thonë, çdo argument i përdorur nga pala paditëse në kërkesëpadi duhet të ketë kundër argumentin e saj në deklaratën e mbrojtjes për të, le të themi, jo vetëm kundërshtuar, po edhe për të hedhur poshtë të gjitha pretendimet që pala ka në kërkesëpadinë që ka paraqitur pranë gjykatës. Pra, në rastin konkret, për shembull, nuk po i futem ta lexoj me detaje, sepse shikoj që ideja e gjithë këtij ushtrimi në thonjza ishte që neve ta diskutonim së bashku dhe që ju të jepni mendime se si do ta kishit bërë juve ndryshe. Megjithëse vajza që e ka dërguar ka bërë një punë shumë të mirë. E shikoj që jeni pak të lodhur mbas se është edhe diel. Që thjesht që ta keni parasysh, kemi të bëjmë me deklaratën e mbrojtjes, çdo argument i paraqitur në kërkesëpadi duhet të ketë argumentin në deklaratën e mbrojtjes. Në rasti konkret, argumentet e paraqitura nga pala në kërkesëpadi ishin pavlefshmëria e veprimit juridik si pasojë e gjendjes në kushtet e mashtrimit apo veprimi kryer në mashtrim të ligjit, ju do të përdorni argumentat që i hedhin poshtë këto pretendime. Pra, pse ky nuk është një veprim juridik i pavlefshëm? Sepse të katër elementet për qenë i vlefshëm veprim juridik janë përmbushur. Pra, kemi objektin e ligjshëm, kemi formën e kërkuar, vullneti ka qenë i shprehur, kemi vajtur, do thonë, kemi qenë para noterit, noteri ka vërtetuar vullnetin e palës, unë kam paguar vlerën e përcaktuar. Të gjithë elementet juve duhet të kundërshtoni dhe duke i qëndruar faktit që po, neve këtu jemi para një veprimi juridik të ligjshëm dhe kontrata është e ligjshme, kështu që nuk ka pse gjykata të konstatojë pavlefshmërinë e saj dhe të kthejë palën në gjendjen e mëparshme. Ka pretenduar pala se ka qenë e mashtruar. Ju do të thoni që jo, nuk është përdorur mashtrimi, nuk është përdorur gënjeshtra. Këto janë argumente të përdorura thjesht sepse pala është penduar, le të themi tashmë për kontratën e shitjes që ka bërë. Gjithmonë keni parasysh të frymën që duhet ketë në tërësi deklarata e mbrojtjes, që duhet gjithmonë të bazohet në kërkesëpadi, sepse në rast se pala, një palë paraqit një kërkesëpadi me X pretendime, ka 5 argumenta, le të themi, në të cilat bazohet. Dhe juve ndërtonin deklaratën e mbrojtjes pa u konsultuar fare, që nuk ka se si të ndodhet, sepse normalisht juve mbi këtë deklaratë, mbi kërkesëpadinë do ndërtonin deklaratën e mbrojtjes, por duke mos i marrë një nga një përpara ato faktet krijuese që paraqet paditësi dhe faktet shuese që duhet paraqesë i padituri,
atëherë juve rrezikoni të mos jepni argumentat tuaja në lidhje me disa pretendime që janë në kërkesëpadi. Dhe të mos arrini të jepni dhe mbrojtjen tuaj në lidhje me atë, sepse funditës ky është qëllimi i deklaratës mbrojtjes, që ju të mbroheni ndaj pretendimeve të paditësit dhe që ju të mohoni, le të themi, ato parashtrimet që ai ka paraqitur, duke dhënë kundër argumenta, duke dhënë faktet tuaja shuese që zerojnë, le të themi, pretendimet e palës tjetër. Gjithmonë keni parasysh dhe tek provat që janë element shumë i rëndësishëm. Nuk e di, në rastin konkret, vajza ka paraqitur prokurorën e posaçme, okay, për pajësimin, kontratën e shitjes, mund të kishit paraqitur këtu edhe po marrin gjithmonë sepse kjo është rast fiktiv, edhe pjesën e mandatit bankar të përdorur për kalimin e vlerës së shumës së parave për shitje. Në gjitha këto elementët, gjithmonë keni parasysh referojuni materialit PowerPoint që unë kam dërguar dhe kur ndërtoni një kërkesëpadi, gjithmonë referojuni kësaj pjesës të elementëve thelbësor. Pra ju e keni ndërtuar kërkesëpadin, lexojeni edhe me veten tuaj thoni, a është e qartë marrëdhënia juridike në këtë kërkesëpadi, marrëdhënia juridike që unë synoj të mbroj dhe që më është cënuar, do të thënë unë e kam paraqitur qartë për gjykatën, e kam paraqitur qartë personin që më ka cënuar këtë, e kam paraqitur qartë faktin se çfarë veprimi apo mos veprimi më ka cënuar drejtën time të ligjshme, dhe a jam koncize dhe e qartë në kërkimet që unë kam, pra çfarë po i kërkoj gjykatës, çfarë synoj unë të arrij përmes kësaj kërkesëpadie. Të gjitha këto janë elementet që juve duhet i analizoni para se të depozitoni kërkesëpadi në gjykatë dhe ti lexoni si të ishit një person i tretë, në këtë rast gjykata që është palë tretë që do të shqyrtojë çështjen tuaj, dhe në rast se ato pretendime që ju keni ngritur dhe ajo çfarë ju doni synoni të arrini është e qartë për gjykatë. Nuk e di, ka ndonjë pyetje në lidhje me këtë pjesë? Si që thash, keni parasysh, kërkesëpadia është instrumenti kryesor me cilin ju do të merreni, sidomos nëse do punoni si avokat, por edhe si jurist është, le të themi, impakti juaj me gjykatën. Dhe është një ndër dokumentet ose një ndër instrumentet procedurale, sepse në fund ditës kërkesëpadia është instrument, një mjet që ju të drejtoheni pranë gjykatës, është kryesore për profesionin e një juristi. Prandaj mënyra se si draftoni dhe përmbajtja që ka kërkesëpadia është shumë e rëndësishme për atë çfarë ju synoni të arrini dhe për të realizuar të drejtat e palëve që nesër pas nesër do jenë klientët tuaj dhe do të vinte profesionisti dhe normalisht juve duhet të jeni sa më të qartë, sa më konciz, sa më gjithë përfshirës në kërkesëpadi, në mënyrë që të mos rrezikoni që për shkakun tuaj apo për neglizhencën tuaj apo për mos informimin tuaj juve të cënoni apo të mos arrijë të realizoni të drejtat e palës që do jetë klienti juaj. Në një moment që ju do jeni avokat apo edhe biznesit në rast se ju punoni në një biznes jurist. Uroj të kem qenë i qartë për pjesën e kërkesëpadisë. Unë do t'ju dërgoj të gjitha materialet që trajtuam sot. Thjesht pak edhe pjesën e metodës Irak. Keni parasysh në internet, keni shumë shembuj të metodës Irak dhe se si aplikohet ajo në praktikë. Keni edhe këtë metodën Crack, siç u thash. Ja, ta shikoj. Method. Të gjitha këto janë metoda shumë të mira, sepse në praktikë askush nuk na i mëson këto në shkollë, se si neve duhet bëjmë një shkrim ligjor, një arsyetim ligjor. Dhe janë metoda shumë të mira që juve duhet i shikoni për veten tuaj, të mësoni se si ku e ka rrënjën kjo argumenti dhe mënyra si e strukturojmë neve argumentin ligjor. Dhe këto janë metoda të studiuara normalisht. Janë të studiuara nga universitetet e huaja, janë të studiuara nga profesorët së drejtës, të cilët kanë dalë në konkluzionin që përmes kësaj metode dhe përmes këtij strukturimi arrin që të vijë qartë argumenti ligjor dhe të arrijë qëllimi qoftë në gjykatë, qoftë duke me qëllim për të informuar një klient apo qoftë me qëllim për të informuar një avokat brenda zyrës apo dhe palët e treta. Unë kaq kisha përgatitur për sot, do kisha pasur dëshirë që
të kishin pasur më shumë interaktivitet te pjesa e kërkesëpadisë, sepse nuk është qëllimi që unë t'i shikoj dhe t'ju them çfarë duhet kishit shtuar më tepër, sepse nuk ekziston një absolute çfarë duhet kishit shtuar më tepër, por duhet ishit ju ato që të evidenton le të themi ku qëndronin mangësitë në thonjza të kërkesëpadisë që neve po shikonim. Gjithsesi, unë thash do t'ju dërgoj të gjitha materialet që diskutuam sot dhe materialet e javëve të kaluara, do t'i përmbledh të gjitha në një dosje, në një kështu zip, të uroj që ta hapet në WhatsApp, do t'i përmbledh të gjitha në një dosje të vetme që të mos i keni kështu të shpërndara. Çfarë lloj paqartësie apo pyetje që mund të keni në lidhje me materialet, po me çfarë kemi trajtuar deri më sot, lutem mos hezitoni të më shkruani, numrin tim e keni te grupi, nëse nuk doni të shkruani te grupi, domethënë e keni edhe personalisht aty. Edhe një gjë të fundit mos ta harroj, njëra nga vajzat, një vajzë, vetëm do më falni ta shikoj pak emrin, ka shprehur interesin e saj që të marrë pjesë në le të themi ato seancat gjyqësore që ofroi njëra nga pjesëmarrëset tona javën e kaluar, një seancë gjyqësore në gjykatën e Durrësit dhe një seancë tjetër në apelin e Tiranës, nëse mos gabohem. Dhe ka shprehur interes për të marrë pjesë. Vetëm një sekond ta shikoj pak si e ka emrin vajza, Artiola. Kështu që Artiola, nëse je online, të lutem, shkruaj edhe te grupi këtë në mënyrë që Kristi të kontaktojë vetë pastaj personalisht dhe të flisni për pjesën e detajeve dhe elementeve të tjerë të nevojshëm që duhet ndani me njëra tjetrën për të vijuar pastaj me trajnimin në thonjza që do bësh pranë saj. Ju uroj të gjithëve një javë të mbar, gëzuar festat, sepse bashkë neve nuk do takohemi më për këtë vit. Uroj që realisht nëpërmjet këtij kursi juve të keni marrë disa baza që mbasi ju kanë munguar ku keni bërë lëndët konkrete në shkollë, dhe që draftet që unë ju kam dërguar dhe prezantimet ju shërbejnë që juve të arrini flas gjithmonë për fillestarët, por edhe për ato që janë tashmë në profesion dhe punojnë si jurist ose si avokat, gjithmonë ka vend për të mësuar gjëra të reja. Flas gjithmonë për fillestarët, uroj që të kemë qenë qartë për ju dhe që ju nga ky trajnim të merrni ato elemente thelbësor dhe bazik që unë kam dashur t'ju përçoj për mënyrën se si neve mund t'i drejtohemi institucioneve dhe gjykatës, se si duhet të ngrejmë një kërkesëpadi, çfarë duhet të përmbajë një kërkesëpadi, se si mund të le të themi mbrohemi ndaj një kërkesëpadie, se si paraqesim një ankim administrativ në gjykatë apo një kërkesëpadi administrative në rastet e cënimit të drejtave tona nga ana e institucioneve shtetërore, se si mund paraqesim një kallëzim penal, kur ne jemi të detyruar të paraqesim një kallëzim penal, kur çfarë përgjegjësish mbajmë ne në rast se paraqitet një kallëzim penal i rrëmë, si mund të paraqesim një kërkesë për gjykim dhe cilat janë veprat penale për të cilat ne duhet të investojmë vetë pranë gjykatës, pra të dërgojmë një kërkesë për gjykim pranë gjykatës për të synuar ndjekjen e tyre penale, dhe së fundmi se si janë le të themi këto dokumentat administrative më tepër mund t'i quaj pjesën e memos dhe e kërkesës për informacion, që çdo qytetar kërkesë për informacion e referohen këtu, duhet ta di se si të drejtohet një institucioni për të marrë informacion dhe memon që duhet ta di çdo jurist që punon qoftë në një zyrë ligjore apo qoftë edhe në një privat apo në çfarë lloj institucioni apo strukture, por atij kërkohet një opinion ligjor në lidhje me një çështje ose problematikë të caktuar. Uroj që t'ju kenë ndihmuar sadopak në rrugtimin tuaj si jurist dhe ju uroj shumë suksese të gjithëve. Një këshill për të gjithë ato, se me sa di unë ka disa studentë që janë aktualisht në shkolla avokatisë, një këshill do të ishte që lexoni të gjitha vendimet unifikuese, sepse ato janë me shumë rëndësi dhe janë zakonisht kazuse që bien janë nga vendimet unifikuese, dhe të ndiqni të gjitha seancat, sepse pjesa më e madhe e kazuseve që bien në provim trajtohen nga pedagogët gjatë seancave, gjatë leksioneve që ju do të bëni pranë shkollës avokatisë. Ju uroj çdo të mirë të gjithëve, shumë suksese. Uroj të bëheni të gjithë gjyqtar dhe prokuror për ato që ka dëshirë, festa të mbara dhe një vit sa më të mbar, sepse bashkë nuk do të takohemi më për këtë vit paktën. Gjithë të mirat, mirupafshim, do t'ju dërgoj materiale dhe për çdo pyetje më thoni. Faleminderit, mirupafshim. Gëzuar.
Dëm. Hm?